Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu beson se janë shumë të vogla shanse që të ketë pasur çfarë të lloj abuzimesh në rastin me eksportin e trureve nga Maqedonia në SBA për kërkime shkencore, pasi siç tha duhet pasur parasysh faktin se është një projekt shkencor afatgjat që përfshin një nga vendet më të fuqishme në botë. Edhe pse ministria tashmë ka formuar grup pune për këtë rast, Aliu shpreh se personalisht beson që në këtë rast rregullat rreptësisht janë respektuar. Personalisht, jo si ministër, por si njeri, vlerësoj se ka shumë pak hapësirë për abuzime. Nga ana tjetër është SBA, vend me protokolle të definuara qartësisht për materiale biologjike. Pra, bëhet fjalë për një universitet prestigjioz, kurse shkencari është me famë botërore dhe personalisht besoj se nuk mund të lejohet të ketë abuzime pa protokolle të definuara qartë. Prokuroria Themelore Publike njoftoi se ka formuar lëndë për këtë rast. Lënda është dorëzuar për procedurë kompetente në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila duhet të ndërmarrë veprime për të mbledhur informacione zyrtare nga autoritetet, institucionet dhe institucionet shëndetësore kompetente, me qëllim përcaktimin e trajtimit të mundshëm të palishëm të indeve dhe biomaterialeve njerëzore, lëshimeve ose abuzimeve në marrjen e lejeve dhe pëlqimeve. Sipas pretendimeve nga dokumentet e publikuara të dosjes Jeffrey Epstein, në pjesën e Maqedonisë përmendet se mostrat e trurit të individëve të vdekur nga vendi dyshohet se janë transportuar për qëllime kërkimore shkencore në Shtetet e Bashkuara, në kuadër të një studimi shkencor afatgjat mbi vetvrasjet, ku shkencëtar amerikan që bashkëpunojnë me Universitetin Columbia kanë krijuar një bank trurësh njerëzor për kërkime shkencore.